Në një kohë kur shumë të rinj zgjedhin ritmet moderne, një vajzë 15 vjeçare ka vendosur të qëndrojë pranë rrënjve, duke sjell zërin e traditës në skenat shqiptare. Ajo është Besarda Kukaj, një emër i ri por me një potencial të jashtëzakonshëm në muzikën popullore shqiptare. Me një zë të pastër dhe melodik që të rrëmben që në tingullin e parë, Besarda ka publikuar disa videoklipe në YouTube që po tërheqin vëmendjen e publikut. Përveç shkollës së muzikës, ajo ka përfunduar dhe shkollën e baletit, duke u formuar gjithanshëm si artiste. Aktualisht është pjesë e jo një, por 3 ansambleve popullore, një dëshmi e përkushtimit dhe pasionit të saj për artin shqiptar. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Besarda Kukaj dhe jam 15 vjeçë. Jam një këngëtare e re, e cila kam hedhur këngët e mia në YouTube. Në fakt, këngët popullore besoj se e kam në gjak, është një talent i imi. Për të vazhduar më përpara si pasion, më kanë ndihmuar gjithashtu prindrit, sidomos mami, për të vazhduar më përpara dhe më tej. Kurse për sa i përket të këngëve dhe popullore dhe moderne, më së shumti ishte zgjedhja ime, sepse më përshtatet dhe doja që traditat tona të përhapeshin akoma më shumë. Gjithashtu, përveç se shkollës së muzikës, unë kam përfunduar shkollën e baletit dhe jam në 4 ansamble, që të themi 3, ku kam përfunduar, domethënë ndodhem në ansamblin artistik Kaltësia, ansambli Trat Folk Tirana dhe ansambli artistik Lura. Është një emocion që nuk e përshkruan dot, normalisht kur të marrësh pjesë në një skenë, në koncerte dhe evente, emocionet nuk ndalen, por kënaqëria brenda vetes që ti të këndosh për publikun është diçka me shumë vlera. Familja ka qenë mbështetja më e fortë për të, një shtyllë e rëndësishme që i ka dhënë besim për të ndjekur rrugën e saj artistike. Zgjedhja për të kënduar popullore nuk ka qenë arsyesore. Me origjinë nga Puka dhe me rrënjë në Mirdit, Besarda dëshiron të ruajë traditat e vendit të saj dhe t'i kthejë ato në zemrat e publikut të ri. Mund të themi që ka qenë gjëja që më kam mbështetur e para dhe e di që do vazhdojnë akoma. Janë ato të cilët më ndihmojnë të vazhdoj përpara, duke më dhënë kurajo, dhe normalisht që ato janë pjesë e imja, domethënë mami sidomos, gjen kohën edhe mundësinë për të vazhduar për të ecur me mua çdo moment, nuk më lën asnjëherë moment vetëm, e babin e dëvashëm, kështu që. Këngët e mia janë të gjitha popullore, janë të cilat flasin për traditat shqiptare, flasin për vendlindjen time, për Pukën, flasim për emigrantët, dashurinë, edhe një këngë të cilën ja kam kushtuar vëllezërve të mi dhe familjes time. Gjithashtu ka marrë pjesë në shumë koncerte, evente dhe gëzime familjare brenda dhe jashtë Shqipërisë, duke fituar edhe çmime që e ka motivuar të ecë përpara. Sot Besarda numëron 8 këngë të realizuara dhe 2 projekte të reja në punë. Për sa i përket festivaleve, kam marrë shumë pjesë, si gjithashtu te liceu artistik, ku jam pajisur me certifikat dhe medalje, dhe në festivalin e mbar kombëtar në Gjirokastër, ku është një festival shumë madhështor dhe është, domethënë, një nder i madh të marrësh pjesë në atë skenë të madhe. 2 projektet e mia të radhës, njëra është për Mbes Mirdite, që flet për Mirditën, traditat e Mirditës, dhe një tjetër është për emigrimin, edhe mbase mund të bëjmë edhe një kolazh dasme për dasmat shqiptare. Gjithashtu, këto projektet e mia dhe këngët e mia mund t'i shikoni në kanalin tim të YouTube-it Besarda Kukaj, ku mund të bëni like, subscribe dhe komente. Besarda është shembulli më i bukur se si ëndrat arrihen me pasion dhe punë. Mesazhi i saj për të gjithë moshatarët është i qartë. Ndiqni ëndrat tuaj dhe mos hiqni dorë kurrë. Mesazhi im për fëmijët e sotëm është që duhet jeni shumë besnik, plus nuk duhet të keni frikë brenda jush, sepse ëndra juaj është ajo që ju tregon se çfarë ju në të vërtetë jeni dhe tregojeni familjes, sepse ato do ju mbështesin në çdo lloj momenti dhe në çdo kohë. Ndaj mos rreshni ku, vazhdoni dhe ecni pas ëndrës tuaj. E për të ndjekur rrugëtimin e saj artistik, mos harroni të abonojeni në kanalin e saj në YouTube dhe të gjitha platformat e tjera sociale. Një talent si Besarda Kukaj dhe një yll në ngjitje i muzikës popullore shqiptare.